Përshëndetje miq të dashur. Të ndëgjojnë një zonjë nga diaspora, qysh i palon gazetarët që thëshin diaspora janë analfabeta. Shkojnë një lutem. Kur i ndëgjoj në për studio të na ofendu, të thonë pa shkollum, analfabeta klasik. Ta e njefin pësaj. Po, djali madh ka kry 2 fakultete, ka magjistrua, ka puna në gjykat, ka puna prokuror shteti, sot është advokat në Zvicër. Po, djalin e dytë e kemi mjek, ka qenë ekselent, ka magjistrua mas 4 vite studime, mas 6 vite përfundim studime dhe ka doktorua. Është kirurg i transplantimit të organeve. Gjitha ndjersën që kemi fitu na dy, ne kemi dhënë për Kosovë. Nuk më dhimit ndjersa që kam dhënë se une, edhe pse s'kom lind në Kosovë, une jom rritë në Kosovë. Kur i ndëgjoj... A përseni o analfabeta, o shqip folsa, s'pas ka lind Kosovë fare, ka lind diaspora, edhe është në gjendje me vdek për Kosovë. O shqip folsa, o shqiptar që i paguni për servisë, o turpi jem loft, zoti jem arroft, kur dritë më s'pafshi jo, që i që në diasporën kështu. A për ndëgjoni? Që vetëm një gjak shka, si kur t'juhin, mundi mi folë të fjallë që a i folë një për diasporën. Zoti jem arroft, dhe mrena më si lartë juve, që një bojo, vetëm e vetëm për pare. Miq, që me thonë më shumë, unë si jam njëri që ofendoj, shaj, po qëto që përmeritojnë, s'kom qarë për ja thonë. Më ofendu diasporë, një analfabeta, kjo është të mirë i botës. Kështu që miq, një dua fort, respekt, mirë të kohëshëm në videos e arshme. Respekt.